Edisona, të përshëndes. Ka njësur hetimet policia, ka një person në fakt që është në hetim edhe pse në ato konflikt, si që kemi parë dhe në video, ka patur disa personat përfshirë. Çfarë thon uniformat blu? Përshëndetje Fabiola, nga hetimet paraprake të paktën deri më tani, policia duket se ka identifikuar personin i cili qëlloi dhe shkaktoi plagë të lehta djalit të Luciano Boçit, Parizo Boçit, dhe është 36 vjeçari identifikuar si Ervin Totulaku. 36 vjeçari është identifikuar përmes dëshmive të marra nga persona të cilët u përfshin në përleshjen fizike që ndodhi gjatë mitingut të Partisë Demokratike në qytetin e Elbasanit, por gjithashtu të asistuara edhe nga kamerat e sigurisë, të cilat u sekuestruan pamjet filmike nga ana e policisë të zonës përreth ku ndodhi edhe përleshja fizike. Tashmë policia ka nisur procedim dhe ka ngritur të paktën 2 akuza ndaj 36 vjeçarit, e para qëndron ajo e flagosjes së lehtë me dashje dhe akuza e dytë ka të bëjë me prishjen e qetësisë publike. Tashmë policia zyrtarisht ka nisur hetimet ndaj 36 vjeçarit, por sipas informacioneve që ne kemi marrë, hetimet nuk janë mbyllur këtu, pasi policia po vijon edhe për personat për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në përleshjen e cila ndodhi gjatë mitingut të Partisë Demokratike në qytetin e Elbasanit, dhe në vijim do të ketë informacione më të detajshme edhe sa i takon përfshirjes së personave të tjerë, apo do të ketë akuza për personat të tjerë të cilët goditën 19 vjeçarin Parit Boçi.